Një hetim i detajuar ka zbuluar dyshime të forta për parregullsi në përfitimin e një pasurie të paluajtshme nga shtetasja Mirlinda Karçanaj, i cila rezulton të ketë përdorur një apartament luksoz në zonën pranë stadiumit Air Albania në Tiranë, në kushte që ngrenin pikpyetje serioze mbi ligjshmërinë e transaksionit. Sipas të dhënave hetimore, apartamenti me sipërfaqe 203.3 m2 është blerë për një vlerë prej rreth 370.000 euro ose 37.3 milion lekësh të rinj. Kjo shumë rezulton dukshëm më e ulët krahasuar me rivlerësimin zyrtar të pasurisë në vitin 2021, që arrinte në 48 milion e 520.000 lekë të rinj, duke evidentuar një rënje të pazakontë prej rreth 23% në një treg që karakterizohet nga rritje e vazhdueshme. Nga hetimet rezulton se shoqëria Fortis Beton Co., me ortak të vetëm shtetasin Orest Sota, ka nënshkruar kontratë shitje pasurie paluajtshme me NRP 2980 dhe NRKOL 1736, datë 06/5/2024, me palë blerëse shoqëria Fortis Beton Co. SHPK me NIPT L7111922018 përfaqësuar nga administratori i shtetasit Xhensi Shima dhe palë shitësender të tjerë Xhensi Bedri Osmenaj, me numër personal G70728043T, me gjithsej 66 flet, me dokumentacion pronësie bashklidhur kontratës, përmes të cilës është blerë prona në të cilën banon aktualisht e hetuara Mirlinda Karçanaj. Nga dokumentacioni bashklidhur kontratës, rezulton se pasuria e përshkruar më sipër është 203.3 m2 dhe është blerë për shumën 370.000 euro, ose 37.307.100 lek nga shoqëria Fortis Beton Co., së bashku me një garazh me sipër 20.5 m2, i cili ndodhet në të njëjtën godinë, referuar numrave të pasurisë sipas dokumentacionit bashklidhur kontratës. Vlen të theksohet fakti se pasuria e përshkruar më sipër, vetëm pasuria e paluajtshme e lojit apartament banimi, referuar dokumentacionit të pronësisë bashklidhur kontratës, certifikat pronësie, kartel pasurie, është rivlerësuar në vitin 2021 për vlerën 28.520.000 lek. Më pas, është nënshkruar kontratë qiraje me NRP 1475 dhe NRKOL 449, datë 14/2/2025, me palë qiradhënse shoqëria Fortis Beton Co. SHPK, me NIPT L7111922018 me administrator shtetasin Xhensi Shima dhe palë qiramarrëse Mirlinda Agim Karçanaj, me numër personal H35290390A, me gjithsej 9 flet, me dokumentacion bashklidhur kontratës, si letërnjoftjet e palëve dhe ekstra nga QKB, në të cilën përcaktohet se vlera e qiras është për shumën 600 euro, e cila do të likuidohet brenda datave 1 deri 3 të çdo muaji. Evidentohet me interes se pavarësisht faktit se kontrata e qiras është nënshkruar në muajin shkurt të vitit 2025, ajo përcakton se efektet do t'i fillojnë nga data 6 e muajit janar, vitit 2025, dhe është me afat 1 vjeçar. Mëtej, nëpërmjet shkresës numër 4034 prot, datë 2/08/2026, është kërkuar informacion dhe dokumentacion pranë Bankës Kombëtare Tregtare, lidhur me llogaritë bankare në emër të hetuarës M. Karçanaj, nga muaji janar 2024 e në vijim, dhe nëpërmjet shkresës numër 1936 thyje për I prot, datë 13/2/2026, protokolluar me tonën me numër 6500 prot, datë 16/2/2026, na është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar, nga i cili ka rezultuar me interes për hetimin se, nga të dhënat e administruara, evidentohen pagesa qiraje të kryera nëpërmjet transaksioneve bankare, nga muaji shkurt 2025, në datën 18 prill 2025, evidentohet transaksioni në vlerën 178.974 lek, drejtuar përfituesit Fortis Beton Co. SHPK me përshkrimin pagesë qiraje, dhe përsëri në datë 20 tetor 2025, evidentohet një tjetër transaksion në vlerën 174.114 lek, drejtuar përfituesit Fortis Beton Co.
SHPK me përshkrimin pagesë qeraje. Gjithashtu dhe në datë 29 dhjetor 2025 ka kaluar të njëjtën shumë si më sipër, pra 174.114 lek, drejtuar përfituesit Fortis Beton Co. SHPK me përshkrimin pagesë qeraje. Nga hetimet rezulton se shtetasi Orest Sota është lidhje shoqërore e ngushtë e të hetuarit Ergis Agasi, të lidhur gjithashtu dhe në interesa të përbashkëta biznesi dhe financiare. Kjo e dhënë mbështetet në kërkimin e pamjeve filmike, audio-video të ambienteve të zyrës së shtetasit Ergis Agasi, nga kërkimi i të cilave dokumentohet lidhja dhe raporti i ngushtë shoqëror i të hetuarit Ergis Agasi me shtetasin Orest Sota dhe nga deklarimet e dhëna nga shtetasi Orest Sota, thuhet në dosjen e siguruar nga CNA. Në vijim, në shkurt të vitit 2025, është lidhur një kontratë qeraje midis shoqërisë dhe Mirlinda Karçanaj, me një vlerë mujore prej vetëm 600 euro. Hetuesit e konsiderojnë këtë vlerë si anomalisht të ulët për një pronë të këtij niveli dhe sipërfaqeje, duke e cilësuar si një tregues të mundshëm të përfitimit të padrejtë. Një tjetër element që ngren dyshime është fakti se kontrata e qeras ka efekt prapaveprues, duke nisur nga janari, ndërkohë që është firmosur në shkurt. Sipas hetimeve, Mirlinda Karçanaj kishte filluar të banonte në këtë apartament që në fund të dhjetorit 2024, që forcon dyshimin se kontrata mund të jetë fiktive dhe e krijuar për të justifikuar një situatë ekzistuese. Analiza e të dhënave telefonike dhe dëshmitë e personave të afërt konfirmojnë se Karçanaj ka banuar efektivisht në këtë pronë përpara lidhjes së kontratës, duke forcuar dyshimet për një skem të mundshme për fshehjen e përfitimeve pasurore. Në përfundim, mospërputhimet mes vlerës së tregut, çmimit të blerjes dhe qeras simbolike, si dhe lidhjet mes personave të përfshirë, krijojnë dyshime të arsyeshme për një mekanizëm të mundshëm për përfitime në favor të Mirlinda Karçanaj. Hetimet mbi këtë çështje vijojnë.